Vdekja e papritur e aktorës turke Ece Irtem ka shkaktuar tronditjet e familjarët, kolegët dhe adhuruesit e saj. Aktoria 35 vjeçare e njohur për rolin e saj në serialin Kızılcık Şerbeti u gjet pa shenja jete në banesën e saj. Pas ngjarjes, vëmendja është përqendruar te dëshmia e nënës së saj Nuriye Irtem, e cila ka treguar në detaje momentet e fundit para tragjedisë. Sipas deklaratës, nëna dhe vajza kishin kaluar mbrëmjen së bashku për të festuar ditëlindjen e Ecës dhe më pas ishin kthyer në shtëpi. Pas kthimit, aktoria ishte tërhequr në dhomën e saj për të pushuar. Gjatë natës, nëna kishte dëgjuar se vajza ishte zgjuar për pak qaste, por më pas ishte kthyer sërish në gjumë. Në orët e mëngjesit, ku shkoi ta kontrollonte, Nuriye e gjeti vajzën pa reagime dhe vuri re se nga goja e saj kishte dalë lëng. Në dëshminë e dhënë para autoriteteve, deklaroi gjithashtu se Ece kohët e fundit kishte konsumuar alkool dhe kishte përdorur medikamente antidepresive. Megjithatë, shkaku i vërtet i vdekjes mbetet ende i paqartë. Autoritetet ka nisur hetimet dhe pritet që rezultatet e autopsisë të japin përgjigje përfundimtare mbi rrethanat e ngjarjes. Ndërkohë, lajmi për ndarjen e saj nga jeta ka prekur thellë botën e artit dhe publikun që e ndiqte prej vitesh në ekran.